Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirëseardhët në një edicion tjetër të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne. Një vit pas zgjedhjeve dhe një moment kyç për procesin e integrimit evropian, ku vendi mbetet në epiqendër të vendimmarrjes, nga ndryshimet kushtetuese te reformat ligjore dhe çështjet e ndjeshme si barazia gjyqësore. Për të kuptuar më mirë rolin e institucionit që ai udhëheq dhe sfidat që qëndrojnë përpara, intervistuam sot kryetarin e kuvendit zotin Afrim Gashi. Zoti Gashi, mirëseardhët në emisionin Bashkimi Evropian dhe ne. Mirësëgjeta, kënaqësia është e imja. Faleminderit për ftesën që të jam mysafiri juaj në emisionin tuaj. Është sa kënaqësi. Duke marrë parasysh periudhën një vjeçare gatisa të përbërjes së qeverisë së re, do të kisha dashur fillimisht në përgjithësi të më tregoni se a keni arritur të realizoni diçka nga pritshmëritë apo ato që keni pas në rrugën e integrimit evropian dhe çka ka mbetur që të realizohet? Pa u vendosur në detaje, pasi që do t'i diskutojmë gjatë intervistës. Pyetje e thjesht, por përgjigjja është pak më komplekse, sidoqoftë unë në mandatin e fillova me një vizion më afatgjatë dhe më shumë prioritete, të cilat në fakt ishin edhe përcaktime strategjike të vetë kuvendit, si dokumente që janë sjellur në këtë kuvend, megjithatë edhe janë, si më thonë, vizioni imi për atë se si unë e shoh parlamentin, edhe ajo është pak më shumë ambicios se sa që duhet, realisht në rrethanat të cilat jemi si shtet. Megjithatë, pjesa ime më mbetet që të punoj vazhdimisht. Është, si që thatë edhe ju, është viti i parë, po kalon në këtë muaj. Unë jam prej atyre njerëzve që mendoj që duhet ta bëjmë punën maksimalisht, me nder, me përkushtim, dhe pastaj vlerësimi ju mbetet shtetarëve. Prandaj unë nuk do kisha vlerësuar deri ku jemi në atë rrugtim, por mendoj që kemi hapur shumë shtigje dhe po punojmë në shumë fusha. Fushat kryesore të cilat kemi bërë përparim të dukshëm është diplomacia parlamentare, që nuk ka qenë zhvilluar dhe ne po e zhvillojmë në një masë të dukshme dhe mjaft ambicioze. Transparenca, qasja ndaj parlamentit, digitalizimi dhe siguria e parlamentit janë 3-4 shtyllat kryesore të cilat jemi munduar vazhdimisht të punojmë brenda këtij viti dhe çdo ditë gati se jemi marrë intensivisht me punën e këtillë që ta shtyjmë parlamentin drejt të arritjes këtyre qëllimeve. Kur flasim për legjislacionin e Bashkimit Evropian, kemi shumë pika, kemi shumë ligje, të cilat të gjitha duhet të filtrohen dhe të kalojnë nëpërmjet parlamentit, dhe ky është institucioni kyç i cili duhet i kalon ato ligje. Me cilin ligj do të ishit mburr në parafrimin e atij ligji, pasi që kemi shumë që kanë kaluar? Po, edhe në këtë pjesë kemi punuar mjaft. Siç e dini, Maqedonia e Veriut është vendi i parë i cili pasi u miratua plani për agenda zhvillimore dhe plani për zhvillim të Ballkanit, jemi shteti i parë i cili e mori këstin e parë për 52.2 milion eurove, për shkak se të parët ishim që në parlament i sollëm ligjet të cilat kërkoheshin prej neve nga agenda reformuese e përcaktuar nga Komisioni Evropian. Dhe siç kanë ardhur ligjet dhe rekomandimet, ne më njëherë kemi futur në procedurë, kemi votuar dhe mendoj se në këtë dimenzion jemi shfaqur mjaft agjil dhe të shpejt dhe këtë dëshmon vetë Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian, me cilën edhe e paguan këstin e parë me një farforme e shpërblen punën reformuese të parlamentit në parafrimin dhe harmonizimin e parlamentit dhe legjislacionit tonë me të Bashkimit Evropian. Pengesat kanë qenë më shumë teknike apo pengesa politike në këtë drejtim? Po janë kombinim njëra tjetrës, siç e dim, pengesa kryesore është ndryshimet kushtetuese të cilat duhet t'i bëjmë, që t'i hapim kapitujt dhe në raport të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, ajo është pengesa më e madhe, por ne nuk kemi ndetur duar kryq që të themi nuk ka ndryshime kushtetuese që të mos i bëjmë gjëra tjera.
po punojmë në gjitha sfera tjera të cilat mundemi të punojmë. Si që dini, nga screeningu, doli që gati rreth 50% të legjislacionit tonë është i harmonizuar me Bashkimin Evropian, që është një harmonizim i dukshëm dhe shumë i madh, dhe ne do të vazhdojmë këtë harmonizim ta zgjerojmë. Nga ana tjetër, në raportin e parë me njëherë vitin e kaluar, nga Komisioni Evropian u vërejt, u notifikua nga ana e Komisionit Evropian se e kemi absolvuar tërësisht keqpërdorimin e flamurit evropian. Nuk ka më ligje të cilat sillen në parlament me flamur evropian që të kalon në procedurë shpejt. Asnjë ligj të tillë nuk e kemi votuar. Kemi votuar ligje të cilat po me flamur evropian, por me dakordsi me zyrën dhe misionin e Bashkimit Evropian këtu dhe në funksion të agjendës reformuese. Si që përmendët edhe ju, është keq përdorur flamuri evropian, shpresojmë se më tutje nuk do të kemi situata të tilla, por kur përmendën ndryshimet kushtetuese, Kryeministri Kristian Mickoski përmendi, teksoi se nuk do të lejojmë që të preket identiteti i Maqedonas, ku edhe në këtë pjesë ne bashkëndjejmë me bashkëqytetarët tanë, mirë po nga ana tjetër, a do të arrihet konsensus politik në mes partive opozitare? Cila është klima politike momentale për të arritur deri te ndryshimet kushtetuese? Po këtu na duhet pak a shumë edhe, si më thonë, diplomaci. Prandaj edhe diplomacia parlamentare, unë si kryetar parlamenti, bashkë me gjithë deputetët të cilët janë pjesëmarrës të komisioneve të ndryshme, të grupeve të ndryshme të bashkëpunimit, delegacionin në Këshillin e Evropës, në OSBE, në Asamblenë Parlamentare të NATO-s e kështu me radhë, jemi vazhdimisht prezent në ato konferenca, takime dhe po mundohemi që t'u shpjegojmë miqve tanë nga Bashkimi Evropian se nuk është se mungon vullneti për t'i bërë ndryshimet kushtetuese, edhe numrat janë këtu, por na mungon një garancë për të siguruar procesin se edhe pas ndryshimit të radhës të kushtetutës nuk do kemi blokat të radhës tjetër që ka të bëjnë me çështjet identitare. Ne e dim se çështjet identitare janë rënd të zgjidhshme dhe kurdo që hapen, nga kushdo që hapen, në drejtim të kujdo që hapen, janë rënd të zgjidhshme se njerëzit është çështje e ndjesisë dhe ndjenjat nuk mund t'i përcaktoni me norma juridike. Prandaj, mendoj se miqtë tanë nga Bashkimi Evropian, sidomos të qendrave kryesore evropiane, kanë një mirëkuptim edhe për sakrificën e madhe dhe kompromiset që i ka bërë ky vend, duke ndryshuar emrin e shtetit, duke bërë kompromiset të mëdha dhe duke ndryshuar kushtetutën disa herë radhazi, dhe ne po mendojmë që duhet ta sigurojmë procesin që nëse na ndodh edhe një ndryshim i kushtetutës, të mos kemi blokadë në këtë dimension, se pastaj mund të na ndodhë që vërtet qytetarët të dëshpërojnë plotësisht dhe tërësisht dhe ne ta humbim shpresën më të madhe të qytetarëve, se siç e dim, viteve 90 dhe deri vitin 2017-18, kjo përqindje ka qenë dikun rreth 90% e vullnetit të qytetarëve për të integruar në BE, ndërsa tani më jemi në margjina, rreth 55-6%, dhe ne duhet jemi të kujdesshëm të mos e minojmë këtë proces, por të jemi të sigurt se çdo hap që e bëjmë na çon dhe na afron drejt Bukserit dhe jo të bëjmë hapa të cilat do na izolonin në gropën e Ballkanit. Padyshim, Maqedonia e Veriut është një ndër vendet e cila e ka filluar rrugtimin shumë më herët dhe tani shpresoj që ta vazhdojmë këtë rrugtim, por do të fokusohemi gjithashtu edhe në klimën politike tek faktori politik shqiptar momentalisht, edhe pse nuk është ndonjë situatë e definuar mjaft. Mirë po, do të më interesante nëse Aleanca për Shqiptarët e zotit Arben Taravari largohet nga koalicioni, dëmëthënë është larguar nga koalicioni Vlen, por nuk është pjesë e qeverisë, apo nuk do t'i keni votat për të votuar ligjet e Badentirit. Çka do të shkakton, ligjet që kërkohen me Badenter, çka do të shkaktonte? A do të shkaktonte ndonjë ngërç tjetër politik? A do të arrini me opozitën shqiptare gjithashtu?
konsensus për çështje që kanë të bëjnë qoftë me identitetin kombëtar apo shtetëror. Po ju kuptoj, pyetja është e qartë, unë në cilësi të kryetarit të parlamentit besoni që jam munduar të abstrahohem nga politikat ditore edhe të partive të caktuara politike dhe të koalicioneve. Natyrisht nuk mund të abstrahohem absolutisht, për shkak se unë vi nga një koalicion, por mendoj se pozita e kryetarit të parlamentit kërkon një qasje më neutrale ndaj grupeve të caktuara dhe të gjitha grupeve në parlament, dhe unë po mundohem pikërisht këtë ta bëj. Natyrisht pyetja juaj është legjitime, qytetarët kanë të drejtë të pyeten se çfarë do ndodh. Bindja ime është se do ketë stabilitet, numrat janë stabil, domethënë janë aktualisht 78 deputet të shumicës, edhe nëse ka ndonjë lëvizje të vogël, mendoj se mund të ketë kompenzim të tyre dhe mendoj që shumica do të jetë stabile në aspekt të shumicës parlamentare. Sa i përket votimit ligje me badinter, ju e dini se ligjet që votojnë me badinter janë, domethënë, votojnë në kohë caktuar dhe janë kur ka nevojë për ato, nuk është dhe një proces i vazhdueshëm dhe shpesh janë me interes të gjithë komunitetit, për shembull, shqiptar në këtë rast apo do një komuniteti tjetër, dhe badinteri kërkohet në veçanti për secilin ligj. Ne mund të kemi ndonjëherë, edhe tash mund ta kemi shumicën, por për një ligj të caktuar mund të mos e kemi. Dhe e kundërta, mund shumica parlamentare mos të ketë 20 vota, që është shumica e badinterit, por për ligjet të caktuara mund të merremi vesh, për shkak se ka plot ligje që janë me interes të përgjithshëm shtetëror, disa janë me interes të komunitetit shqiptar apo të komuniteteve tjera, dhe unë besoj shumë se nuk do kemi ngërçe të tilla politike dhe do t'i kalojmë gjitha me sukses. Por natyrisht, kjo i mbetet dinamikës politike që të shohim si do sillen edhe partitë opozitare, edhe partitë e shumicës. Mendoj se duhet të ketë dialog gjithmonë në funksion të mirës së qytetarëve. Nëse duam që kjo t'i shërbejë qytetarëve, duhet ulemi dhe të merremi vesh për këto ligje. Nëse jo, atëherë kushdo që i bllokon këto procese, mendoj se do të ketë pikë negative nga votuesit dhe nga elektorati. Sidoqoftë, në parim mendoj se kjo qeveri është stabile, do ta kalojë mandatin deri në fund, dhe mendoj se sfidat kryesore do të jenë më shumë në aspektin, siç e cekëm pak më herët, të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe sfida me ngritjen e standardit ekonomik, rritja e pagave, rritja e fondeve për mbrojtje të shëndetit publik edhe të shëndetit të gjithë qytetarëve, reformat dhe investimi shumë më i madh në infrastrukturë dhe në arsim, dhe mendoj që kjo është ajo që i tangon më shumë të qytetarët në baza ditore, dhe unë mendoj që këto do jenë sfidat kryesore me cilat do ballafaqohet qeveria, parlamenti dhe ne si shtet. Kur flasim për interesa kombëtare, do doja pak të flasim edhe për ligjin për gjuhët, shumë i përfolur kohën e fundit, tema aktuale të cilat i tangojnë qytetarët dhe patjetër duhet ju pyes. Në qershor, presim që cilët një vendim, gjithashtu edhe me ligjin për përfaqësim të drejtë, i cili është paralajmëruar dhe i cili do duhet të sillet. Ju si kryetar kuvendit, çka mendoni dhe çka bëni në këtë drejtim? Domethënë, roli juaj është mjaft i rëndësishëm dhe do doja të di se deri ku jemi me këto procese. Në fazën në cilën jemi tani, siç e dini, ka pasur nisma të ndryshme që të kontestohet kushtetutshmëria e ligjit për gjuhët. Dhe e dini gjithat dramë që u bë, për momentin aktualisht nuk ka asnjë ndryshim të vendimit. Gjykata kushtetuese ka kërkuar mendim nga Komisioni i Venecias. Komisioni i Venecias këtë ditë ka sjellur përgjigjet. Shohim, gjykata kushtetuese duhet të prononcohet publikisht se si do veproj pas mendimit të Komisionit të Venecias. Po siç e dini, përdorimi i gjuhës shqipe në nivel zyrtar nuk cenohet në asnjë mënyrë. Janë kontestuese trenene,
të cilat nuk kanë qenë të implementuar deri tash. Prandaj nuk po flasim për ndonjë, si me thonë, kufizim të përdorimit të gjuhës shqipe. Gjuha shqipe do vazhdoj të përdoret ashtu siç ka filluar të përdoret që nga viti 2018 kur është sjellur ligji i ri, po flasim për ligjin e ri të gjuhëve. Ne mendojmë se ai ligj duhet të avancohet. Dhe ju e dini se kërkesa e shqiptarëve në këtë vend është që kemi një barazi edhe në përdorimin e gjuhëve, një barazi gjuhësore, do të thonë në vendin tonë, por mendoj se do të kemi sukses të arrijmë këtë sa më pak që e politizojmë. Kur ne e shtrojmë këtë problem në sferën e interesave pragmatike të qytetarëve, edhe me bashkëqytetarët tanë Maqedonas, kur i pyesni a ju pengon gjuha shqipe, a keni nevojë ju ta mësoni, çfarë mendoni, a duhet fëmijët e juaj ta dinë gjuhën shqipe? Krejt thonë po. Dhe kundër ta vlen për neve shqiptarëve që fëmijët e tanë kanë filluar të mos e dinë gjuhën maqedonase, që është gjithashtu një problem. Dhe po të na pyes dikush neve, edhe gjithë qytetarët, a duam që fëmijët e tanë ta dinë maqedonishtën? Natyrisht e po. Prandaj mendoj se duhet ta depolitizojmë, të mos bëhet betejë politike për pikë politike, por të shohim se si mund ta zgjidhim këtë çështje që kjo të jetë në interes edhe të shtetit, edhe të kohezionit ndëretnik, edhe për të mirën e gjithë qytetarëve. Kur përmendet diplomacinë evropiane, në këtë nivel, sa janë pritshmëritë nga takimet tuaja me delegacione të ndryshme evropiane, me takimet të cilat i keni para kamerave, por edhe pas kuintave atje ku edhe zhvillohet diplomacia, cilat janë pritshmëritë realisht për të shkuar përpara? Mund t'ju them me përgjithësi se kam vizituar kryeqendrat kryesore për këto 10-11 muaj, duke filluar nga samiti i Washingtonit, për të vazhduar në Bruxelles, në qendrën e NATO-s dhe të BE-s, Ankara, Prishtinë, Tiranë, Berlin, Paris, Stockholm, Gjenevë, Riga, gjithë to i kemi kaluar brenda një viti dhe besoni që, sidomos në kryeqendrat kryesore ku janë vendimarrëse për integrim të vendit në Bashkimin Evropian, Maqedonia shihet me simpati, edhe shihet si vend i cili ka bërë kompromiset më të mëdha dhe nuk ka marrë shpërblimin e merituar. Kjo mund të them se është fjalia kryesore që mund të del dhe nënkuptohet mes rreshtave se si ata ndjehen në raport me neve. Por, natyrisht, birokracia evropiane, mënyra e vendimarrjes është e atill, ata mundohen tani të na ndihmojnë edhe me qeverinë bullgare, edhe të krijojnë një mekanizëm të një garancie që ne do ta kemi si shtet kur të hyjmë në proces të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Pra, ka një simpati për vendin tonë, na duan në Bashkimin Evropian, mundohen të na ndihmojnë, edhe ne po mundohemi të bëjmë çmos, por na duhet të kapërcejmë këtë shteg dhe këtë pengesë dhe besoj që do të jetë në të mirën e gjithë qytetarëve edhe të Bashkimit Evropian, sidomos pas ngjarjeve të agresionit rus në Ukrainë, kur gjeopolitika ka marrë një dimension krejt tjetër, edhe Bashkimi Evropian e kupton se nuk mund ta lënë oborrin e saj, Ballkanin perëndimor, ta lënë të hapur dhe të ekspozuar ashtu në hapësirë mes interesave të ndryshme të shteteve të mëdha, por ata e kuptojnë se është edhe interesi i Bashkimit Evropian që ky vend të integrohet në Bashkimin Evropian dhe ashtu siç i takojmë këtij kontinenti evropian, pra jetojmë në Europë, besoj që edhe politikisht do jemi pjesë e Unionit Evropian. Sa më shpejt që të është e mundur, kjo do të jetë më mirë edhe për ata edhe për ne. Kur përmendëm si kusht kryesor dhe të rëndësishëm ndryshimet kushtetuese të cilat e dim që i kemi pengesën kryesore, reformat në gjyqësi, në gjyqësor, në sistemin gjyqësor dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit do duhet të jenë edhe shtylla kryesore të cilat edhe i kërkon edhe i adreson vazhdimisht Bashkimi Evropian, si dhe lirinë e medias, por do të fokusohemi pak në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Reformat në këtë drejtim, si i shihni ju dhe si i adresoni si kryetari Kufani? Të domosdoshme, të patjetërsueshme, të menjëhershme.
ashtu si që thatë, është kërkesë imediate dhe hapja apo çelja e negociatave e kapitujve fillon pikërisht me atë kapitull dhe mbyllet me atë kapitull. Kjo nënkupton se ne vazhdimisht duhet jemi në fokus të këtyre çështjeve. Ky është dimensioni i perspektivës integrative, do kisha thënë, të vendit tonë në Bashkimin Evropian. Por kur i kthehemi komponentës domicile apo vendore, ne vetë po e kuptojmë se sa është e rëndësishme që ta luftojmë krimin edhe korrupsionin në vendin tonë. Rasti i Koçanit është një rast eklatant, i cili ishte një hapje e syve për gjithë ne, se duhet jemi të kujdesshëm edhe me një lëndë të thjesht për dhënien e një licenci në ndonjë lokali kudo qoftë, se pastaj ajo për një pakujdesi të tillë mund të paguajnë çmim shumë të lartë edhe me jetët të njerëzve. Prandaj, unë mendoj se na duhet një sensibilizim më i lartë për luftë kundër korrupsionit, që ta kuptojmë se lufta kundër korrupsionit na ndihmon fillimisht neve. Na duhet për shëndetin tonë shtetëror, për shëndetin tonë të jetës publike. Dhe pastaj ajo na ndihmon edhe në integrim të vendit në Bashkimin Evropian. Po fillimisht duhet ta kuptojmë se korrupsionin edhe krimin duhet ta luftojmë për shkak të vetvetes tonë. Neve na duhet një shtet stabil i fuqishëm, e cila bazohet në punë efikase, në transparencë, në ligje dhe norma që bazohet, e jo në krim e korrupsion. Për shkak se edhe po të hymë në BE, nëse vazhdojmë me këto parregullsi, anomali, do të jemi shtet jo funksional dhe qoftë edhe pse do marrim fonde të mëdha nga Bashkimi Evropian, sërish kanalet e hapura të korrupsionit do ta absorbojnë atë energji pozitive që do na vi nga Bashkimi Evropian në funksion të funksionalizimit të shtetit tonë. Prandaj duhet ta kuptojmë se kjo është detyra jonë, e secilit qytetar. Ta bëjmë një betejë aktive, secili në vendin e vet. Qoftë ne si politikan, ju si gazetar, qytetarët kur kërkojnë një shërbim nga mjekët, nga profesorët, nga administratorët, gjithë të jemi të vëmendshëm që të mos lejojmë të luajmë në fushën e korrupsionit, po të kthehemi te fusha e së drejtës, e normave, e rregullave, ligjeve, për shkak se mund të duket se ajo mund të zgjatet pak më shumë në funksion të marrjes së ndonjë licence, leje, dokumenti e kështu me radhë, por ajo është mënyra e vetme se si një shtet mund të zhvillohet, mund të përparojë dhe mund që qytetarët e tyre të ndjehen të sigurt, të jetojnë dhe me dinjitet në vendin e vet. Për pyetjen e fundit, mos ju marr shumë kohë, do doja për transparencën deri tek qytetarët. Do të thënë qytetarët që të kenë qasje sa më të afër deri tek informacionet të cilat jep kuvendi. Edhe në këtë drejtim, kur flasim për krimin, korrupsionin apo dukuri tjera negative, keni mekanizma shtesë apo mendoni keni ndonjë plan strategji se si do të ishte kuvendi pak më i hapur për qytetarët dhe aktorët kyç të vendeve të caktuara, qoftë edhe qyteteve tjera të jenë sa më afër brengave dhe adresimeve të tyre. Siç e thash në fillim të emisionit, transparenca është një prej shtyllave kryesore të kësaj përbërje të kryesisë dhe e imja si kryetar kuvendi. Po bëjmë çmos, çdo ditë po punojmë këtë drejtim. E para, po e rrisim qasjen fizike. Domethënë, vitin e kaluar kemi pasur rekord të vizitave të parlamentit. Domethënë, viteve të mëhershme kanë qenë 2.000, 3.000, 4.000, deri në 8.000 ka mri numri. Vitin e kaluar kemi mri 10.000 vizitor. Këtë vit, deri muajin prill, kemi 6.300 vizitor. Domethënë, jemi të bindur se deri në fund vitit gjithashtu do ta thejmë rekordin e vizitave. Po bëjmë çmos që qasja fizike e qytetarëve, nxënësve, studentëve të jetë sa më e madhe. I kemi hapur edhe dyert e kuvendit, përpara ka pas vetëm një derë të hapur, tash është edhe dera tjetër, edhe dera kryesore. Domethënë po bëjmë gjithçka edhe fizikisht ta mundsojmë hapjen edhe prezencën e njerëzve. Nga ana tjetër, kemi shpeshtuar takimet me gazetarët, me mediat, me organizatat jo qeveritare. E kemi instaluar dhe kemi aplikuar një software që quhet e-regjistri, me të cilën çdo organizatë jo qeveritare mund të regjistrohet në webfaqen e parlamentit dhe varësisht prej fushës që ajo organizatë mbulon,
Në momentin që në parlament vije një ligj i asaj fushë, organizata njoftohet dhe ftohet që të merr pjesë në debatet publike me ide, me propozime që të përmirësojnë cilësinë e ligjeve të cilat ata organizata i mbulojnë si fusha të caktuara. Nga ana tjetër, digitalizimi, domethënë ky është një prej elementeve të digitalizimit. Tani me 15 maj organizojmë një konferencë shumë të madhe për digitalizim, do të kemi ekspert nga Estonia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do promovojmë dy vegza për parlamentin, të cilat do të lehtësojnë edhe më tepër qasjen dhe transparencën e qytetarëve ndaj parlamentit. Do të kemi mundësi që e para ka të bëjë me ndjekjen e seancave. Në momentin që mbaron seanca, ne do ta vendosim gjithë seancën në YouTube dhe qytetarët do të mund kenë mundësi përmes vegzës, përmes inteligjencës artificiale, ta pyesin programin dhe përgjigjen do ta kenë aty për atyshme për çdo pyetje të mundshme. Kush ka marrë pjesë në mbledhje, çfarë ligje janë votuar, çfarë replika ka pas, kush çfarë ka thënë, dhe nuk keni nevojë të ndiqni 5 orë, 6 orë seancën, por me 2-3 pyetje të shpejta mund t'i merrni përgjigjet. Dhe ne mendojmë se kjo do të lehtësohet puna edhe qytetarëve, edhe gazetarëve në fakt, por edhe qytetarët e zakonshëm, studentët do ta rrisin, mendoj që interaktivitetin me parlamentin. Vegza tjetër ka të bëjë me kontaktin me deputetët, do të bëjmë një mapim të deputetëve dhe të asistentëve të tyre dhe çdo qytetar mund të di se si mund të komunikon me deputetin e caktuar, ku gjendet adresa asistentit, në çfarë lokale, vende, zyre mund të takohet, do të organizojmë edhe takime të tilla virtuale dhe mendoj se kjo do të arrijë shumë qasjen direkte të kontaktit mes qytetarit dhe deputetëve përkatësisht parlamentit. Po bëjmë çmos edhe me vizitat, me kanalin e kuvendit, e kemi ngritur në një nivel shumë të lartë. Besoj që puna jonë që po e bëjmë, pas një kohe do të jetë evidente, do vlerësohet nga qytetarët dhe atyre ju mbetet në fund vlerësimi se a është puna jonë që po e bëjmë e kënaqshme apo jo. Zoti Kryetaru, ju faleminderit që ishit pjesë e këtij emisioni dhe shpresoj se radhën tjetër do t'i anashkalojmë të gjitha këto që i diskutuam sot dhe do të kemi pyetje tjera. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që si gjithmonë të jem i ftuar në televizionin publik ton dhe bashkë me juve si gazetare, mendoj se ju kemi qenë të këndshëm për shikuesit tuaj dhe besoj që kemi sqaruar disa nga pyetjet që i parashtruat edhe ju, që mendojmë se janë interes të qytetarëve. Ju faleminderit shumë. Nga reforma që presin zbatim, të dialogu politik që ende kërkon konsensus, biseda me kryetarin e kuvendit na rikujton se procesi i integrimit nuk është vetëm teknik, por edhe thellësisht publik. Zoti Afrim Gashi ndau me ne qëndrimet dhe angazhimet në një kohë kur qytetarët presin më shumë përgjegjësi, transparencë dhe veprim. Faleminderit që qëndruat me ne.